Ishte Media Ngjallje, jemi këtu në ambientet e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, jemi në fakt me pedagogun e Universitetit të Historisë, Universitetit të Tiranës, me zotin Jani Koçellari, me mikun dhe bashkëpunëtorin e Medias Ngjallja. Jani, falenderoj shumë. Faleminderit Papu, faleminderit miqtë e Radio Ngjalljes. Jemi këtu te një nga aktivitetet më të rëndësishme që më në fund po zhvillohet, edhe shumë qoftë për ndihmën e kishës edhe autoqefale shqiptare, edhe Universiteti i Tiranës, Akademisë, Studiusi, edhe Shoqatës Bizantine që më në fund po trajtohet edhe në Shqipëri. Është herë e parë Jani që është herë e parë. Kjo është konferenca e parë ndërkombëtare, në cilët janë fatikisht të rritur që gjithë Studiusit, jo vetëm nga Shqipëria, po edhe nga jashtë Shqipëria, që të trajtohet çështja bizantine në territorin e Shqipërisë. Për t'i dhënë atë rëndësi që ka patur në këtë periudhë, pa ajo që quhet perandoria romake e Helindjes, po sidomos dëshmitë krishtere, lidhjet, rëndësitë që na japin po prezanton artikull nga gjithë fushat, që nga historia, arkeologjia, sidomos që flasim për një territor, ky i Shqipërisë, që nuk ka qenë vetëm një periferi, po ka qenë një qendër aktive të botës bizantine, edhe që ka dhënë shumë, sidomos edhe nga aspekte fetare, edhe ka shumë dëshmi që ruan akoma sot në trashëgiminë kulturore shqiptare. Unë e di, Jani, që ju interesoheni dhe kërkoni shumë për ta bërë Shqipërinë të njohur jo vetëm lokalisht, pra jo vetëm këtu në vendin tonë, por ta bëni Shqipërinë të njohur ndërkombëtarisht. Studimet tuaja tashmë, të cilat janë e përkthyer në gjuhë të huaja, kanë një vlerë të rëndësishme historike dhe gjithashtu edhe kanë një rëndësi të madhe, sepse e bëjnë të njohur shkrimet tuaja, punët tuaja bëjnë të njohur Shqipërinë në ambientet akademike. Në fakt mund të na thoni pak Jani, cila është rëndësia e kësaj konference dhe të na flisni pak për profesorët që kanë ardhur, sepse themi që kanë ardhur profesorë nga po kush janë këta profesorë? Nëse mund të përmendim disa prej tyre dhe çfarë veçantie kanë këta profesorë që kanë ardhur. Por më duhet fillimisht Jani rëndësia e kësaj konference. Pse është e rëndësishme dhe pse dhe kisha është bërë pjesë e kësaj, pra e suportit të kësaj. Kisha është bërë vetëkisht suport dhe kjo është gjë e rëndësishme për të treguar tamam pasurinë, traditën. Këtu nuk kemi vetëm profesor shqiptar, mbase ne jemi mësuar të shikojmë profesorin Eritan Cekën, Gëzim Hoxhën, Vasil Tolen për sa i përket, po këtu kemi edhe studius të ri, edhe kolegë që janë ata që kanë edhe mbështetur, siç është kolegu Andi Arembeci, siç është edhe Sokol Xhunga, që janë nga organizatorët e Lindja Miraj të shoqatës bizantine, që tregon tamam, po edhe akademia që ka mbështetur krejtësisht, kanë ardhur edhe profesor si Pollum Xhufi, që edhe studius, po kanë ardhur edhe studius nga jashtë. Nga jashtë po themi, si Schneideri që është një nga autoritetet pasaj përket botës bizantine, kanë ardhur përfaqësuesit e shoqatës bizantine europiane, në kuptimin që merren me këto lloj studime nga Vjena, apostafat për rëndësi që më në fund po jepet dritë të Shqipërisë. Deri sot Shqipëria duket si një territor tranzit midis rrugës së Heknjatja, që ka marrë pjesë në përngjarjet historike mbas shekullit 4, 5, 6. Nuk është me kuptimin, u dukte më shumë si një rrugë e rëndësishme, po tani këtu është thjesht përdori si një rrugë kalimi, kaq. Një rrugë kalimi, rruga e Heknjatja që lidhente lindjen me perëndim ose perëndimin me lindjen, rruga kryesore që nga Durrësi, Dyrakium arritej deri Konstantinopol, por faktikisht këtu që gjithë si studiusë ne po nxjerrim dritë që këtu ka një dëshmi shumë të fortë për periudhën bizantine, ka jetën lokale, komunitetet lokale që jetojnë, ka një këtu edhe fatikisht po dëshmohet edhe që edhe komuniteti i lirë në këtë botën, tash latine, tani bota bizantine është akoma më e ngjallë edhe bën pjesë të kjo traditë kulturore, po ka një gjë të bukur. Ka pjesën krishtere. Që këtu vërtetohet që tamam, pjesa krishtere është një nga pikët kryesore që identifikon tamam që ky territor ka qenë edhe ka një rëndësi për të studiuar brenda kulturës bizantine, brenda botës bizantine. Çfarë impakti do të ketë Jani kjo konferencë? Flasim në botën akademike, në botën perëndimore, çfarë impakti do ketë? Sjell vetëm një dëshmi nga një nga kolegë edhe student që ka ardhur nga Venecia edhe nga jashtë, i cili tha unë e mora vesh lajmin për kuptimin ku s'kishte sa për të filluar, ta kisha ditë më përpara do isha vetë, fatikisht do kisha ardhur, kanë ardhur me pjesë edhe Universiteti i Tiranës, po ka një impakt sepse tashi vendoset nga pikpamja e Shqipërisë, me kuptimin deri sot janë bërë studime, po gjithmonë
kodikët që është pjesa më e rëndësishme, unë gjithët më të vjetër që kemi në gjithë në teritorin evropian që ne kemi një nga kodikët më të vjetër, por tani Shqipëria nuk është vetëm një periferi, dhe kjo ka një impakt që thuhet, ok, për botën bizantine, Shqipëria ka këtë pasuri, dhe kjo bota bizantine ka qenë shumë e lidhur. Edhe Shqipëria këtu ka karakteristikat e saj, nuk është një periferi, po tregon tamam që duhet akoma të rizbuluar. Kjo është hapi i parë për ta rizbuluar e për të vazhduar studimet. Edhe më në fund jemi edhe ne brenda, se deri sot dukemi sikur jemi midis botës, po themi, ok, këtu jemi, Karon Luga e Heknjatja, bota bizantine, Konstantinopoja, bota, po themi, Helindjes, kurse jo, Shqipëria tani vendoset tamam atje ku duhet jetë, edhe për aspektin krishter, që fillon në kuptimin është një realitet aktiv i cili më në fund po jepet zë, se janë dëshmit historike dhe arkeologjike që vërtetojnë që këtu ka patur një jetë kulturore të jashtëzakonshme që tamam lidh kontestin krishter qoftë nga linja, qoftë edhe nga perëndimi. Shqipëria është tamam një urë që lidhte, një urë kulturore. Joni, të ftuarit vizituan edhe arkivin e shtetit, ku aty ata dëshmuan edhe praninë e kodikëve, atyre që janë të njohur. Po, ato që janë. Por jo vetëm kodikët, por edhe të tjera pasuri që ndodhen në arkivin e shtetit. Me çfarë përshtypjesh dolën mbasi i vizituan edhe arkivin e shtetit dhe i vizituan nga afër, i panë me sytë e tyre dhe miqt profesorë që na erdhën nga jashtë? Çfarë impakti pati? Impakti është edhe fatikisht edhe i imi, se edhe unë isha prezencë që gjithë ne ftuarit tek. Ju ishit bashkë me ta, patjetër. Prandaj ju pyeta. Kjo është një rivlerësim edhe një pasuri që ka Shqipëria. Impakti ishte, po themi, wow, si përdoret si terminologji më moderne, përveç ata janë studiusit që janë marrë me kodikët se vetë kuptohet, po për tjerët një dëshmi që Shqipëria ka patur një jetë realisht nga antikiteti vonë që quhet, edhe deri te mesjeta të jashtëzakonshme, edhe kjo tradita bizantine nuk është zhdukur, po thjesht ka vazhduar edhe ka dëshmi shumë të forta për edhe këto materiale direkt vërtetojnë tamam një pasuri të jashtëzakonshme. Edhe ata vetë janë nga një farë mënyre impresionuar, thënë si ka mundësi që një vend që ne mendojmë kaq i vogël ka një pasuri kaq të madhe. Nuk është gjë e kollajshme të kesh kodikët ungjillët origjinal, jo po themi që janë këtu te ne te territori i Shqipërisë, që është një dëshmi e rëndësishme për të dy realitetet kryesor krishterë, qoftë realiteti ortodoks edhe realiteti katolik, po edhe realiteti protestant. Tu kemi dokumentacionet më të rëndësishme, kemi këtu te territori jon. Edhe ti shikosh me sy originalet, edhe ashtu thu, wow, si kam tamam edhe këtu te këto dy konferencave po vërtetohet që Shqipëria është një bazë kryesore dhe duhet më në fund të ristudiohet në gjithë aspektet që të kuptojmë sa më mirë e sa më qartë periudha bizantine. Vazhdimësia, po edhe tradita krishtere në Shqipëri. Janë ju referua dje vazhdimësia romake dhe identiteti territorial në perandorinë lindore, domethënë ju folët ndërmjet Shqipëria ndërmjet Romës dhe Bizantit. Çfarë doni të veçoni diçka nga ajo që ju dhe ju referuat? Unë po se një gjë veçantë që ka qenë roli i Shqipërisë, unë sidomos solla një rast që shpeshherë është nga aspekti i trashëgimisë, i fatikisht rikujtesës, që ishte zona Përmetit, Shën Maria Leusës edhe Shën Maria Hekosinas. U gëzova kur të pash dje që ishte zgjedhur Përmetin dhe kishte Shën Marisë Leusës. Shën Marin Leusës, solla këtë Heleusa, Heluose, Heluzia, që një rikujtesë se është një toponim që fatikisht bën me greqishtën bizantine edhe ruhet në traditën lokale, që rikujton lidhje një shëmari që mbron kundër katastrofe, kundër luftave, kundërve ngjarjeve që mund të ndodhur. Edhe nuk është ndërtuar rastësisht, është një kujtesë e ngjallë të popullsisë. Plus edhe vetë kisha është vendosur në një pikë me shumë strategji, sepse kontrollon edhe zonën, lidhet edhe me Përmetin, po edhe me luginën e gjithë zonës Përmetit edhe lumin. Shën Maria e Hekosinas, po njëjta gjë, ka edhe ajo, edhe Kosina, një toponim i përmendur që nga ardhja e slavëve, po themi në këto territori, domethënë që ka ekzistuar edhe më përpara, edhe këto kisha, këto vende, ne sot i shikojmë kështu, po mund të jenë edhe akoma më të hershme, domethënë një traditë krishtere që lidhet akoma me kohën akoma më të vjetër se sa është
periudha aty që zakonisht mund të jetë periudha mes jetës shekullit 12, 13, 14 deri në Osmani, po kanë patur më ashtu edhe janë lidhur tamam, edhe është një urë që komunikon me komunitetin, që është shumë e aduron shumë Shën Marinë, unë pastaj solla një lidhje, një shpjegim që shpeshherë se unë e kam zemër Bolonjën, solla aspektin kur Bologna ishte pjesë e perandorisë bizantine. Bologna nga deri në shekullin e 8 ka qenë pjesë e perandorisë bizantine. Përkundazi solla traditën ikonën kryesore të Bolonjës, që quhet ikona e Shën Lukës, Shën Maria e Shën Lukës, që është shëntetore që rrin sipër te kodra e Bolonjës, që është e jashtme si Kosina, edhe si Leusa, edhe kjo mbron qytetin. Përkundazi vetë Shën Maria e Bolonjës lidhet me ngjarjet që qytetarët bolonjezët për të larguar murtajën i kërkuan që të binte shi, solli shiun. Edhe vetë tani për të sjellur shiun zbritet ikona, edhe është një gjë shumë e bukur, edhe është ikonë bizantine. Në Bologna, solla karakteristikën që ka patur Bologna, si lidhen si tamam kjo bota bizantine, kjo bota është shumë e jashtme. Gjërat që ne kemi nëpërmet mund t'i gjejmë edhe fatikisht edhe në Bologna. Derisa edhe vetë vendosja e kishave mund të ndihmoj si kanë qenë atë kohë, si ka qenë zhvilluar qyteti. Unë këtë solla faktikisht për të treguar se si ne duhet ta rinjojmë e ta rizbulojmë Shqipërinë nga përmet kulturës krishtere, që është shumë e përhapur. Në këtë rastin tim po flas për zonën e Përmetit, edhe për ne kjo konferencë na jep mundësi ta kuptojmë tamam këtë Bizantin dhe rolin që kishin shqiptarët të asaj kohe dhe që sot janë pasuria jonë kulturore, që nuk e kishte vetëm jugu i Shqipërisë, po e kishte edhe veriu i Shqipërisë. Profesor, ne ju falenderojmë shumë. Ishte kënaqësi që gjetëm edhe kohë që të uleshim e të bisedonim pak. Ju urojmë dhe shumë suksese. Faleminderit edhe juve.